shpesh injorojnë faktin se po shohin mirë. Edhe ajo është një smundje tinxare që mund të shkojnë në një nivel të lartë të zhvillimit të smundjes, edhe laseri ndoshta te përvon pastaj. Se si puna, kemi thënë çdo herë tash prapë përsëris, domethënë nuk duhet të pritet që të humb shikimi. Po. Sepse vet laseri dhe kur unë ja shpjegoj pacientëve të mi, mos të presin nga laseri që laseri e kthen shikimin. Laseri është për me parandalu. Domethënë, bile ose çka bujnë gabim pacientët. Për arsye se ato është nëse shpjegojmë si procedurë, është procedurë e lehtë me vë. Vetëm syni pihet me anestetik realisht. Nuk ka nevojë më fut në sallë operative. Është vendoset në një aparat që vendos mjekrën aty, shtet kokën dhe bëhet menda 2-3 minutave realisht. Pa dhimbje. Pacienti domethënë nuk e mbyll syrin, shkon me njerën në shtëpi, nuk është operim, domethënë kjo duhet kuptohet. Edhe ajo çka shpesh ndodh te pacientët ose gabimin që e bujnë pas laser fotokoagullimit, është që ndonjëherë, domethënë se çka thonë, kur bë laser, edhe mas laserit unë mas një kohë kam humbë të pulmonit. Laseri se ka humbë të pulmonit. Pulmonit e ka humbë diabeti. Se ti s'kenet ende si kenet gati realisht trajtimit smundjes tënde. Laseri është e vërtet ndonjëherë kur bëhet laseri në ndonjëherë sakrifikojmë një zvoglim të vogël të lehtë shikimit që me mujt me rujt pjesën tjetër. Sepse na kemi forma të ndryshme laser fotokoagullimit. Ne e quajmë si laser panretinal ose tër periferinë e retinës në varet ku e ka ataku smundja. Faza lash për shembull. Ose kemi bëjmë laser fokal quhet, që s'ndikon kurrë në të pulmon. Në rastet kur bëjmë një panretinal fotokoagullim, atëherë kemi mundësi të kemi një dobësim të periferisë të pulmonit, por ne e kemi rujt qendrën. E kemi rujt pulmonin qendrore. A është kjo për një kohë të shkurtë? Jo, realisht domethënë këtë rast domethënë sakrifikohet në farë mënyrë një shikim periferik për me shpëtu periferinë të pulmonit qendror. Po. Kështu që pacientët gjithmonë e shpjegojmë këtë punë domethënë. Po ndryshe po nuk e bëni laserin, atë do t'i humbë edhe të pulmonit qendror. Aty është ideja. Po, tani është deri në verbrim mund të shkojnë që është erron me thonë. Domethënë diabeti çon deri në verbrim. Ashtu është.